Kapiteni Hysa të më fali Gjimshiti këtë radhë, por dje në fitoren tonë historike për sa i përket rëndësisë së kësaj fitorie, në këtë fitoren tonë historike me Andorën, për mendimin tim, Hysaj ka qenë kapiteni dhe ka bërë detyrën e kapitenit dje, edhe pse shëritin e man lojtari joni preferum Gjimshiti, me të gjestin e madh që boni dje Hysaj. Pra, se kapiteni është kapiten por shumë arsye, por një prej tyre është edhe për të majt harmonin, për të rujt balansin mes skuadrëve. Lojtari më i mrekullueshëm që ka pas ndonjëherë kombëtarja shqiptare dhe që do t'i vi ndonjëherë kombëtares shqiptare Erman Dobroja, ka qenë jashtëzakonisht i lëndum shpirtërisht, ashtu sikurse fizikisht, edhe njëri që e ndjen atë ngjyrën kuqëzi, edhe që lufton me aq shpirt, edhe kaq pas aq pak mundësi nga vrasjet e her pas hershme, që përlotu, edhe ishte zgënjy dhe ishte mërzit dhe aq sa nuk deshta as të shkonte në fushë, po qante atje si Çelemi, ka qajtë Skënderbeu i madh si Çelemi. Pra qante si Çelemi. Se nuk dha më shumë ndoshta ose se edhe që vritën dhe e vrasin, ose dhe që ndrun, nuk ka shumë rëndësi. Hysaj, kapiteni Hysaj, nuk vrapoi si karafil në fush, po pa dhe kujdes, si një trajner i mirë, që janë të gjitha, po s'janë të gjitha ata që meritojnë të festojnë, edhe pa që broja kishte ngelat mrapa, qante, edhe shkoj e mori broje, ndaj për mund. Hysaj dje ka qenë kapiteni jonë, edhe ka bo atë detyrën e kapitenit për mrekulli, sa që se bëjnë kur këto që unë urrej për vdekje këta shërdhatët e federatës. Ta shti vlezër e motra, ne korëm një sukses të madh se kemi zonë vendin e dytë, por këtë radhë ne kemi pas lojtarë të mrekullueshëm, por kemi pas strategji loje jashtëzakonisht të dobët dhe kemi ardhur pak për meritën tonë për më shumë fitore, edhe të vërtetës historike që Serbia nuk ka lozës ashtu siç duhet lozte, na e ka dhuru vendin e dytë Serbia, se për këto strategjitë e lojës dhe zgjedhjet për zgjedhjet që ai hedh në fush, edhe mënyra se si kombinon lojtarët, ne edhe vendin e tretë do të kishim pas të diskutueshëm me Andorën, po të kishin shkuj gjonat tamam ashtu siç duhet shkonin. Por vendin e dytë ne kemi marrë, duhet i gëzojmë kësaj, por ajo që unë desha të theksoj është se unë shoh që mes tonë ne kemi shumicën e njerëzve që ecin me opinion, edhe në qoftë se nuk e kanë dash një lojtar, nuk e dun për gjithmonë. Unë e kam shajt Hysën, jo personalisht, por kam thonë trajnerit edhe federatës se Hysa do hyn lojë sa herë të thrasin, sikur se do hy broja, sikur se do hy manej, sikur se do hy kushdo që të thrasin. Edhe do jap maksimumin, por këto që i fusin lojë unë shaj. Hysën e shavën evropian edhe shaj prapë që s'ka qenë për evropian në formën që ka pas. Hysaj që mas evropianët e drejmë sot ka qenë ndoshta një nga lojtarët më fenomenal që ne kemi pas, edhe unë ngrejnë qiell. Po t'jemi objektiv, mu nuk më vjen keq, por unë shoh sa maskarej atje,
duke përfshi këta gazetarët, këta klysët, këta kalamarit, që në qoftë se shajnë njëri, do ta shajnë gjithmonë edhe do të mundohen t'i mohojnë edhe momentet më të mira që ai mund të na dhurojë, sikurse po të lavdrojnë, do t'ja mulojnë edhe s'do t'ja përmendin kurrë edhe pavarësisht e gabimet loj. Kjo ndodh për shembull me Manajn, që e kemi pa koma s'koha, që Manaj asnjëherë s'ka qenë i rezultatshëm, që Manaj gjithmonë shkatron sulmin ton, që skuadra jon los kot për arsye se bon gjithë punën edhe në fund ju aprish Manaj, ja japin Manajt që ose si kap kur, ose po i kapi i devijon, i çon aty ku s'do të çoj, sepse Manaj ndoshta nuk është për atë rol, nuk është për atje, se Manaj nuk e kontrollon topin kur i vjen nga larg, Silvinja do të bëj loj me topat gjatë nga larg. Manaj nuk ka pas një top që i gjuhet larg gjatë kundrejt kundërshtarëve, edhe bile dhe po të ketë mundësin të kapi e bon një rrotullim 180 gradë të përhershëm, edhe që edhe askush nuk thot një fjalë, po rrinë bërtasin sa ka ecë Manaj vrap. Manaj s'kap një top, Manaj edhe nuk e përmend kush, nuk e thot kush. Bravo i qoftë që na boni Shqiponjen, i qëlloj shansi, gjyti një top, e boni golin me Beograd, po ka loj mas loje, çdo lloj skuadrë, sa që unë vazhdimisht e përsëris edhe them që po t'jemu në Dim Bajrami, apo Aslani, apo Ramadani që s'kalos të kohët e fundit dhe Ismaili këtë dion, e Laçi, e të bëj gjithë të luft, edhe të ma prishi Manaj gjithmonë kot, unë e heq atë bluzën, e flak në fushë dhe them dukës të qivë dhe herinonën, se zvi këtu unë e të djërësitëm kot për përkombin e me shkatruat e se donë ti një pislik. Mendimitat, jo Manaj, nuk e thë Manaj atje, që bë përzje dhe kur ke dakur për shembull në stol, fjala vjen. Për këtë Armando Brojen, njerëzit nuk e shohin. Për shembull dje, Armando Broja ka pas çdo sekond 2 mbrojtës me vete, e ka bë punën e vetë si kur mos t'kapte asnjë top. Asnjë top s'ka kap Manaj, dhe kur i ka kap, i ka prish. Broja ka bë punën e vetë se ka tërheq 2 lojtarë që të nxirrë dhe një lojtar tonë në bosh, por që të nxirrësh Manaj, një. E dyta, Manaj, pavarësisht që ato s'japin ato që quhet ato se ka qenë një romun albitër, edhe romund e urrejnë për vdekje botën shqiptare kosovare dhe shqiptare që dun Shërbinë të klysh kurve, edhe ka bërë çmos se ka majt keq tje lojen ai, sa herë na kanë vrarë neve, nuk na jepnin ato të verdhët, mrapa vetëm sepse jo dha tonit parë kur vrau një romun. Kartonin e verdh parë, më justifiku ka dhënë pasaj disa kartonet verdh, pa kanë majt keq. Brojen, po të keni pa lojen me kujdes, Broja dje ka lujt jashtëzakonisht mirë. Broja ka kap disa topa, edhe ka kombinu jashtëzakonisht mirë me Hysin, edhe kur e shifte që ata boshin gati të rëzonin se ishin 2 veta, ai e qetësonte lojën, e jepte prap Hysajt, edhe Hysaj ose i jepte prap Brojës, ose pasonte vend tjetër. Këta dhe këtë lojë që ai ka kap çdo lloj topi, s'ka hum asnjë top Broja. Ka kap çdo top që është dhënë, që është pasu, edhe nuk e ka hum topin, e ka dhënë të sakt pasin prap, kë Hysa s'përshpun, e kthen topin sulmuesi mrapa vazhdimisht. Por Brojen me që jemi pa ta shohim ne, që të sulet si raket gjithmonë, ne nuk e shohim anët e mira të tjera në qofse ai nuk shpalos karakteristikën e vet përhershme, që të hecë vrap gjithmonë. Edhe unë po t'jem baba i Brojës, edhe t'jem duka, edhe t'jem trajneri i Brojës, edhe atje Kulos, edhe këtu në kombëtare Silvinja, unë do t'a sugjeroj që ai le të ndroj nga herë rolin e lojës, mos hez gjithmonë me shpejtësi, për arsye se kundërshtarët janë gjithmonë gati ta vrasin, le ta marrin kartonin në kuq, edhe të ndroj tipin ato ashtu siç boni dje, dhe ka bë për mrekulli. Nuk ka hum një top Broja, ka kap të paktën një 8-9 topat sigurt, edhe i ka dhënë pasat sigurt, s'ka hum asnjë.
ka bon një vrap në fillim të jashtëzakonshëm shpërthysje e rrëzu në të Klysh dhe është vra jashtëzakonisht shumë. Unë e pash kur o rrëzu, ajo është vra ka mon një goditje, një grushtit Mike Tysonit kur është rrëzu edhe ka qenë në dhimbje. Ndoshta duhet dilte, po i bën luftë. A i bën luftë e lufton është luftarak, ka mendu që dhimbje do të qetësoj. Unë mendoj që ka qenë në dhimbje gjatë gjithë kohës dhe ka luajt mirë. Para se ta nxjerrin, a i ka bo prap një sulm të jashtëzakonshëm, edhe dha një pas jashtëzakonisht mirë, po që nuk është shfrytëzoi ai që mori pasi kur mori driblimin nga fundi. Kurse këto miopët e tonë, po t'ishte bo gol ai, asisti i Brojës, do të ngrenin Brojën në qiell, po të qelloj që tjetëri të bon të gol. Si asist, me që su bo gol, këta nuk shofin, se këta janë sa mirun, këta janë sa maskarej, edhe nuk e pan. Më erdhi mirë, Broja ka lojës jashtëzakonisht mirë, nuk ka bo lojën e përhershme, ka pas 2 shpërthime karakteristike të tij të përhershëm, një kur e rrëzun e herën e parë që e vranë shumë, edhe dyta kur ato që pasoi një top të shkëlqyshëm për nga fundi, edhe duhet ishte bo gol, për s'ka lojtar të ndjekin, edhe fajsojnë Brojën. Këto që nuk shohin futboll dhe që na mahen për komentator futbolli. Ndaj më vjen keq, edhe që kemi lapanjoz, rrugeqër, njerëz paaft që komentojnë, që shkruajnë për gazeta, që në për mediume, edhe njerëz cinike të poshtër. Broja fantastik, Broja i mrekullueshëm, por Hysaj dje ka qenë kapiteni. Por Hysaj dje ka qenë kapiteni jonë i vërtet, mos t'i vi keq lojtare tim të preferum Gjimshitit, bravo kapiten Hysaj. Edhe Broja ne të përulimi, ti e lojtari madh, dhe lotët e tuj të regojnë akoma dhe më shumë sa shumë të dhem ty kombëtarja. Por mos mendo që të kanë ndjek fati i keq se djek e bo një loj jashtëzakonisht të mirë, i ke bo shpërthimet të tuja karakteristike 2 herë, por sepse kemi miop që nuk i vejnë re, nuk është fa jot, edhe ti s'hume një top. Kurse hej majmë nga ana tjetër, që këta idiotët dhe liliputët s'ka rrit kap një top, edhe topët që ka kap, i ka shpërdëru, edhe bile, edhe golin e sigurt atit riot mrekullueshëm të Maqedonisë, ka ky Bajramit në dimit, edhe golin e sigurt e nxorri boni atë lojën e kujt i thon mbrojtësve të skuadrës tjetër. Pra edhe një herë du ta stresoj, du ta theksoj, du ta përforcoj të them të madhe. Dje kapiteni im edhe i skuadrës son kombëtare ka qenë Hysaj, edhe Broja, lotët e Brojës më bëjnë edhe mu të për lotëm, si kur ta kemë unë atë djalë të vogël që është më i madh se ne, se është fenomeni jonë që kemi. Edhe më duket që Broja dhe Hysaj, 2 shkadronët, e kanë gjetë mirë njëri tjetrin në të krah, edhe kombinojnë. Unë mendoj që Broja nuk duhet i vi keq o zëvendësu, se loja që boni Uzuni pastaj në zëvendësim ka qenë më e mirë, edhe pse më e frutshme, edhe pse unë mendoj që duhet ishte zëvendësu manaj me dakun, por kjo është ajo federata jonë, ky është ai trajneri jonë, edhe duhet bëjmë çmos ashtu siç jemi, ashtu siç na kombinojnë ata që kemi në krye. Sami Gjoka, ju përshëndet.